Aksion pa pretendime skuadrës Beslidjes. Aksioni skuadrës Orikut në djathta sulmit të tyre. Kemi goditje nga këndi. Është goditja e dytë nga këndi. Një goditje këndi është ekzekutuar në pjesën e parë nga kjo skuadër dhe tani dhe është donë goditjen e dytë nga këndi pas një aksioni të krahut të djathtë. Kësaj skuadre është në distancë vrulli, ka harkuar me tepër forcë, por Temja ka bërë lëvizje. Doktojon tentoi të godas stopin, por ka qenë një lëvizje e qëllimshme e tij për të penguar ndoshta edhe sulmuesin me numër 9 të skuadrës Orikut dhe për të krijuar imazhin e goditjes së topit nga ana e tij. Ne kalon kështu kjo goditje nga këndi pa problem për portën e skuadrës Beslidjes. Është hila, është ndërhyrë në mënyrë të gabuar ndaj tij dhe gjyqtari kryesor Dishani ka akorduar goditje dënimi. Ka filluar me një farsoj presioni skuadra e Orikut. E ka filluar më shpejt se sa pjesën e parë, lojë në pjesën e dytë. Natyrisht dizavantazhi e dikton një gjë të tillë. Kemi goditje dënimi në favor të skuadrës së Beslidjes. Është dëmtuar Gjoba nga një goditje, nga një ndërhyrje e gabuar e njërit prej lojtarëve të skuadrës së Orikut. E skuadrës Orikut, por pa ndonjë problem. Goditje dënimi. Ka një reagim të tifozërisë së skuadrës Orikut, të cilët në pjesën e dytë janë rrizuar dhe ndërkohë që skuadra e Orikut në fillimin e pjesës dytë ka kryer 3 zvendësime. Është larguar Metani dhe vendin e tij e ka zonë Shkreli. Është larguar Mezini dhe vendin e tij e ka zonë Kasaj.
është larguar Bugjelaj dhe vendin e tij e ka zënë Gjoka. Aksioni skuadrës Beslidhjes, Temja ka nisur një top të gjatë nga mesi i fushës në krah të djathtë është sulmuesi Raboshta, i cili ka kthyer topin prapa për Hilën. Ky fund e ka harkuar brenda zonës rreptësisë dhe rivënie anësore në favor të skuadrës Beslidhjes. Gurbanov e kalon topin për tek Marku, mbrojtësi i krahut majt Antonio Marku, me duar ka pasur për tek Gurbanov. Raboshta brenda zonës, kishte mundësi Raboshta ta përpunonte më me qetësi topin, por pavarësisht nga kjo ai tentoi të gjuaj shpejt, por portieri në gatishmëri ka evituar këtë rast. Ka një ndërhyrje të gabuar të numrit 9. Shkreli sapo futuri në pjesën e dytë në dëm të Arkansasës. Raboshta ka pasuar djathtas për tek Hila. Kruja. Hila ka pasuar me thindër, por kemi një goditje këndi. Barazohet numri i goditjeve të këndit, pra 2-2, ndërkohë që kanë kaluar 10 minuta lojë nga pjesa e dytë. Rezultati vazhdon të jetë 1-0. Rezultat me të cilin është mbyllur pjesa e parë dhe vazhdon ky takim me atë gol të shënuar në ka një ndërhyrje me të gjyqtarit kryesor Bishani pas protestës së disa lojtarëve të skuadrës Orikut dhe ka akorduar një goditje dënimi. Aksion i skuadrës Orikut në krahu i djathtë është numri 2 Gjoka, i futur në lojë pjesën e dytë. Aksion i skuadrës Orikut, moment i vështirë, por ka ndërhyrë mbrojtja dhe Gurbanov ka larguar me tepër forcë topin nga zona e rreptësisë, por vazhdon të këmbgulje skuadra e Orikut. Një top në krahu i djathtë për Gjokën, e futur në pjesën e dytë, por ka ndërhyrë me saksi. Mbrojtësi i skuadrës Beslidhjes Marku e ka larguar topin. Raboshta është rritur ritmi i lojës, por kemi ndërprerje të saj pas një fishllimi të gjyqtarit kryesor Dishani, i cili ka vënë re një ndërhyrje të gabuar ndaj Antonio Markut nga njëri prej lojtarëve të skuadrës Orikut, e pikrisht Shkrelit, dhe goditje dënimi në favor të skuadrës Beslidhjes, të cilën po ekzekuton portieri Molla. Është rreshur dhe ka goditur me tepër forcë. Topi shkon drejt zonës 16 metrëshit. Ka një ndërhyrje të gabuar, por dhe një ndjes do të thoja të Hilës ndaj numrit 24 Gjinaj.
kapitenit të skuadrës. Pra Hila ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar, por ndërkohë ka kërkuar ndjes, teksa është përqafuar me kolegun e tij të skuadrës kundërshtare të Orikut, kapitenin Gjinaj. Një aksion Molla e kontrollon me qetësi topin, e ka pasuar në të djathtë. Kruja ka kthyer topin prapa, Raboshta, Akansase, por ka ndërhyrë. Është rritur ritmi i lojës në krahasim me pjesën e parë. Ka ndërhyrë Marko, por goditje nga këndi. Ishte një tentativë e sulmuesit Dalanaj, i cili do të ekzekutoj goditjen e këndit, ka 3 goditje nga këndi. Dalani në distancë vrulli, e ka harkuar, por ka ndërhyrë, është topi është kthyer prapa tek portieri Bunkoev, i cili me shumë forcë ka Marku ka ndërhyrë me shumë saksi, ka larguar topin, ndërkohë ka protesta nga ana tifozërisë së skuadrës së Orikut. Raboshta, gjithë një Raboshta, ka ndaluar paksa, ka harkuar drejt tim zonës. Akansase ka pasuar në të djathtë. Kruja ka krahasuar Raboshta dhe 2-0. Një gol spektakolar do të thonim. 2-0. I ku do ndodhur i Raboshta, vërtet emocional. Ky transmetim se vërtet e meriton. Raboshta teksa ka gëzuar, ka hequr bluzën, por dhe mund të shkohet me karton. Pavarësisht nga kjo, ka shënuar golin e dytë, një gol mjaft i bukur, një gol i shënuar për koincidencë të shifrave, i shënuar pikërisht edhe ky gol në minutën e 20 të pjesës dytë, dhe Beslidhja kryeson me rezultatin 2-0. Një gol me Rofishat, një top i ardhur mjaft bukur nga e djatha në qendër të zonës rreptësisht. U shmang Raboshta dhe me Rofishat brenda zonës ka shënuar një gol vërtet të bukur. Gola që dim të shënoj vetëm Raboshta. Sulmuesi Raboshta, e kemi cilësuar me të drejtë gjahtarin e golave. Jesmin Raboshta ka lënë fushën e lojës dhe në vendin e tij është futur numri 19 Mirani. Raboshta duhet trokitet nga tifozëria e shumë, jo vetëm lezhjane, për golin e shënuar dhe është përqafuar së pari me shokët e tij të skuadrës, pastaj me stafin teknik dhe tani ka shkuar në stol. Pra jemi në minutën e 21. Raboshta ka lënë fushën e lojës, por e ka lënë me lavdi, do të thoja, e ka lënë ashtu siç dina i ta lëj. Ka shënuar një gol ndoshta më të bukur në gjithë karrierës tij në këtë. Të paktën në këtë kampionat ka qenë një gol vërtet i bukur me Rofishat. Gol që Raboshta është mjeshtër i këtyre golave dhe pa diskutim Raboshta është një lojtar që goli 7 me Rofishat. Kolegu im më ndihmon me statistikat, zoti Dushku më konfirmon se për Raboshtën është goli 7 i shënuar prej tij me Rofishat. Aksion tjetër, Kruja
Kruja ishte ai që nisi topin brenda zonës, një top mjaft të bukur, gjysmë lartësie, ashtu siç ja kishte ëna të shkonte topi në zonë tek Raboshta, por ai e ka nuhatur dhe ka gjujtur me roveshat dhe ka tundur rrjetën që prej minutës së 20 të pjesës së dytë vazhdon të kryesojë Beslidhja 2-0, koincidenca e numrave, edhe goli parë shënuar minutën e 20, edhe goli dytë në minutën e 20. Të paktën sipas kronometrimeve më të mia, ndërkohë që sistemi mund të ketë koherencë tjetër, por e rëndësishme është që Beslidhja kryeson 2-0 dhe ka mundësi të shënojë golin e tretë, por jo. Ka gabuar Akansase, ndërkohë që kishte mundësi të pasonte për Hilën, i cili ka marrë shiritin e kapitenit pas daljes së Raboshtës. Raboshta është zëvendësuar nga Giulio Mehmeti, numri 19 i skuadrës së Beslidhjes, ndërkohë që ka një ndërhyrje të gabuar e njërit prej mbrojtësve të skuadrës së Beslidhjes dhe është pikërisht Temja, i cili është ndërshkuar me kartonin e verdh. Oriku kryen zëvendësimin e dytë, do të hyjë në fushën e lojës numri 25 Kapo dhe do të largohet numri 44 Zholi. Minuta 22. Është një goditje dënimi në krahun e majt të sulmit të skuadrës së Orikut. Isan Zvrulli, njëri për lojtarëve, ka gjujtur mjaft bukur, por një reagim paq i bukur i portierit Molla, teksa ka larguar rrezikun e portës, topi ishte drejtuar drejt portës dhe goditje nga këndi, pra bën 4 numri goditjeve nga këndi për skuadrën e Orikut. Është pasuar shkurtasi, topi është larguar brenda zonës, ka ndërhyr Temja me kokë, e ka larguar, por këmbgulin lojtarët e skuadrës së Orikut dhe topi ka dalë përsëri jashtë vijës fundore. Të shohim, sa duket kemi goditje nga këndi në krahun e majt të sulmit të skuadrës së Orikut. Nuk ka çfarë të humbas skuadra e Orikut. Njëzet e 6 minuta loj, 2-0 për skuadrën e Beslidhjes.
Ka shënuar në minutën e 20, më falni, në minutën e 20 të takimit të pjesës parë. Gurbanov dhe në minutën e 40 ose në të 65 e takimit është Raboshta që ka shënuar golin e dytë dhe që prej asaj ati momenti skuadra Lezhane udhëheq me rezultatin 2-0. Për disa minuta ishte skuadra Orikut e cila e dominoi lojën në kërkim të reagimit, por skuadra Lezhane u mbrojt nga disa sulme të njëpasnjëshme dhe në harkun e 2-3 minutave janë ekzekutuar 2-3 goditje këndi për skuadrën e Orikut, 2 në krahun e djathtë të sulmit dhe 1 në krahun e majt. Madje kemi patur një gjujtje dhe një reagim spektakular të portierit Molla, ishte një gjujtje nga krahu i majt pas një goditje dënimi, njëri për lojtarëve të skuadrës Orikut teksa ka parë portën disi. Dalen disi momenti vështirë në portën e skuadrës Orikut dhe numri 14 ka zëvendësim, numri 14 Kamberaj do të futet në fushën e lojës në vendin e Danajt. Më falni, në vendin e Dalanajt, më falni. Kemi lojtarë të skuadrës Orikut të dëmtuar, ndërkohë që vazhdon aksioni. Numri 10 në topin zotrim, Lojaj e ka pasuar në të majt. Goditje nga këndi është Ramili. Ka shkuar në 6 numri goditjeve nga këndi, ndërkohë që është larguar Dalanaj dhe vendin e tij e ka zënë Kamberaj me numër 14. Goditja nga këndi në krahun e majt të sulmit të skuadrës Orikut, e cila duhet thënë që me fillimin e pjesës së dytë kërkoi ta vërë lojën në kontrol, krijoi pak saj përsi me tope e ka portieri i skuadrës Sudvestlia ka dërguar me tepër forcë, tani kanë marrë lojtarët e skuadrës Orikut, por ka një goditje me dorë dhe gjyqtari ndodhet fare pranë, e ka vënë re një gjë të tillë paska se ka protesta të tifozërisë më shumë se sa të lojtarëve të Orikut i top brenda zonës, por Akansa se kontrollohet nga 2 mbrojtës dhe nuk arrin dot ta marrë topin. Mehmeti, Gjulja Mehmeti, që ka zëvendësuar Raboshtën. Dhe nga momenti i largimit të Raboshtës, shëritin e kapitenit e ka Hila. Ndërkohë që kapiteni i Beslidjes, Karakaçi,
është në stol dhe nuk është aktivizuar në këtë ndeshje. Sa duket do të ketë ndonjë dëmtim, sepse Karakashi është një lojtar kyç i skuadrës së Beslidhjes, një lojtar me mjaft eksperiencë, një lojtar që luan përpara mbrojtjes dhe deri në mesin e fushës, detyrë të cilën po e kryen Mehmeti. Njëzet e 7-8 minuta lojë nga pjesa e dytë. Vazhdon të kryesojë Beslidhja me rezultatin 2-0 me golet shënuar nga Gurbanov dhe Raboshta. Raboshta duhet të teksuar fakti se ka shënuar një gol vërtet spektakolar. Mehmeti rrotullohet bashkë me topin dhe ka pasuar për tek Gjobe, pasuar për tek Hila, kapiteni i skuadrës. Mehmeti Hila ka pasuar për Akansasën, por kemi një goditje dënimi. Njëri prej lojtarëve është pikërisht Gjinaj, kapiteni i skuadrës, që është dëmtuar dhe është akorduar në favor të skuadrës Oriku një goditje dënimi, por ka gabuar në pasim numri 2. Gjoka i futur në pjesën e dytë të lojës nga ana e trajnerit të skuadrës Orikut. Akansasa topi ka dalë jashtë vijave kufizuese për të rivënë lojë me duar nga Gjoka për skuadrën e Orikut. Gjoka, Lady Gjoka akoma nuk e ka pasuar shkurtasin për numrin 10 lojaj. Aksioni shpejt i skuadrës Orikut në krahu i majt, një galopim, por ka ndërhyrë mbrojtja është Gjobe, i ardhur nga mesi i fushës në ndihmë të mbrojtjes. Të mbull skuadra Orikut në tentativë për të rrezikuar, por është thyer ky aksion e nis Beslidhja. Kruja, gjithë një Kruja ka pasuar për tek Hila, gjithë një Hila brenda zonës. Hila ka gjujtur, ka ndërhyrë portieri me këmbë si të ishte një mbrojtës, por e ka larguar rrezikun. Topi po e drejtohej rrjetës, por portieri Bunkoev ka ndërhyrë dhe ka larguar topin me këmbë. Goditje dënimi, të shohim, ka i topi kthyer prapa. Kapiteni i skuadrës Gjinaj e ka pasuar për tek Gjoka, gjithë një Gjoka. Gjoka ka harkuar brenda zonës, por portieri Molla e ka zotruar dhe ka një lojtar skuadrës së Beslidhjes të dëmtuar. Ka një ndërprerje loje, ndërkohë që jemi në minutën e 32 të ndeshjes. Gjithë një 2-0 për skuadrën e Beslidhjes. A jemi minutën e
87 të lojës, ja kemi një zëvendësim tani. Numri 8 do të futet në fushën e lojës në vendin e Begës. Onana. Bega sa duket i dëmtuar, do të lërë fushën e lojës. Dhe vendin e tij ta zëro Onana. Zëvendësimi nuk është kryer akoma. Sa duket gjyqtari kryesor Dishani pret të përfundoj ky aksion. Aksioni i skuadrës Orikut, por ka ndërhyrë aty Ramilli me shumë siguri ka marrë topin dhe ka kthyer për tek portieri i skuadrës lezhiane Myrta. Pritet që Onana të hyjë në fushë Kansase, por kemi një pozicion jashtë loje. Bëhet zëvendësimi. Jemi në minutën e 80. Më pak se 10 minuta loj. Kansase me kokë, por është markuar mjaft mirë nga njëri prej lojtarëve të skuadrës Orikut, e pikërisht ka qenë numri 4 Bisha. Topi zotërohet nga futbollistët e skuadrës Orikut. Është kthyer topi prapa për tek portieri Bunkoev. Goditje dënimi. Është një ndërhyrje e gabuar në dëm të Onana ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar, ndaj dhe kemi përsëri pozicion jashtë loje të lojtarëve të skuadrës Orikut. Dhe topi do të goditet në portieri i skuadrës Beslidhja Molla, i cili ka larguar, ka goditur me tepër forcë, por duke dërguar jashtë vijave kufizuese në rivendje anësore për skuadrën e Orikut në krahun e majt të sulmit të vet në afërsi të vijës së mesit fushës. Aksioni i skuadrës është Gurbanov, skuadrës Besi gjithë një Gurbanov është treshur prapa, ka pasuar për tek numri 8 Onana, i cili ka arkuar dhe topi ka kaluar ngjitur me traversën e portës, mbrojtur nga portieri Bunkoev. Ishte një aksion i skuadrës lezhiane.
Minutat ecin si pa u ndier, ndërkohë që skuadra Lezhane kryeson me rezultatin 2-0 me gol të shënuar minutën e 20 të takimit nga ana e Gurbanov dhe Raboshta ka shënuar në minutën e 65 të takimit, pra që i bie në minutën e 20 të pjesës dytë. Një koincidencë kjo. Ndërkohë që vazhdon një rritimi i tifozërisë së skuadrës Orikut, të cilët duan të bëjnë jo vetëm rolin e tifozit, por edhe të teknikut, të specialistit madje, edhe të lojtarit hera-herës, por duhet parë fakti se skuadra e Orikut në fakt është dorëzuar ndoshta për të mos thënë që nga momenti i pësimit të golit dytë, por në komentin e tij komendatori dhe kolegu im Abdullah Dushku, teksa ishim diku në mesin e pjesës parë, deklaroi me siguri dhe me vendosmëri që skuadra Beslidës do të jetë fituesja e kësaj gare. Profecia e kolegut tim Dushku sa duket ka qëlluar, e këtë profeci dhe këtë mendim ai e mbështeti në forcën e sulmit të skuadrës së Beslidës, që ka shënuar më shumë se çdo skuadër tjetër, pra janë rreth 50 e sa gola, të cilët në të paktën mbi 35-40 i kanë shënuar Raboshta dhe Akansase. Ndërkohë që skuadra e Beslidjes bën një zëvendësim tjetër, do të futet Sokol Neziri, një lojtar me kualitet të lartë do të thoja, dhe do të zëvendësoj Antonio Markun. Pra Marku do të lej fushën e lojës. I zëvendësuar nga Neziri, një lojtar me eksperiencë në kampionate të ndryshme të futbollit shqiptar, dhe jo vetëm është një aksion i skuadrës Orikut, që kërkon të paktën në këtë finale të shënoj golin e nderit, por të kësaj mendje nuk janë kemi një lojtar të skuadrës Orikut të dëmtuar, një karton të verdh, nuk e di se ndaj kujt është dhënë ai kartoni verdh. Kemi Mehmetin, kartoni kuq për njërin për lojtarëve të skuadrës Beslidës, sa duket është Mehmeti me numër 19, Mehmeti, i cili të shohim Mehmeti zëvendësoi Karakacin, nëse do të jetë ky ai që ka marrë kartonin fillimisht me karton të verdh, pastaj karton të kuq. Kërkojnë skarime lojtarët e skuadrës së Beslidjes, është pranë gjyqtarit kryesor Tishani. E kemi 11 metrësh. Kemi 11 metrësh për skuadrën e Orikut, ndërkohë që jemi në
minutat e fundit të pjesës 2 dhe të krejt takimit. Teksa duen më pak se 3-4 minuta. Kemi 11 metrësh për skuadrën e Orikut. Me topin në duar është të shohim numrin e lojtarit që të bëjmë identifikimin e tij. Nuk arrim dot ta evidentojmë nga kjo distancë ku po transmetojmë. Përballë mollës është në distancë shumë të largët për ta konfirmuar, pasi numri i tij nuk duket nga ky pozicion. Është një distancë shumë e largët. Goditja e 11 metrëshit është realizuar dhe jo, topi ka përfunduar mbi traun e sipërm. Ka qenë portieri Bukoev që ka humbur 11 metrëshin. Ka gjujtur, do të thoja, sepse pikrisht portieri të vi nga porta për të ekzekutuar 11 metrëshin dhe aq më tepër ta ekzekutoj në mënyrë pothuajse të papërgjegjshme. Do të thoja, teksa ka goditur topin më shumë në shpyrje inatçore se sa në një goditje që duhet të bëhej ndryshe, që të paktën skuadra e Orikut të shënonte golin tash të quajtur golin e nderit, por ndërkohë që portieri i skuadrës së Beslidjes vetëm e ka shikuar, me sy e ka shoqëruar, teksa ka parë këndin e Floridës goditur nga Bunkov dhe i kishte të gjitha mundësitë të shënonte golin e parë dhe të rindiste lojën, edhe pse kishin mbetur shumë pak minuta dhe kanë mbetur realisht shumë pak minuta që të përfundoj koha e rregullt, ndërkohë që kemi gjyqtari 4 me tabelën në duar. Do të akordoj 5 minuta shtesë. 5 minuta shtesë, pra është e papërligjur papërgjegjshmëria e portierit Bunkov, pasi mund të kishte ndezur lojën dhe shpresat e skuadrës së Orikut. Është për të ardhur keq që një portier merr përsipër të ekzekutoj 11 metrësh, ndërkohë që skuadra ka dhe 10 lojtarë të tjerë që për mendimin tim secili prej tyre mund të ekzekutonte më mirë se portieri atë 11 metrësh. Pra jemi në minutat e fundit, pra 3-4 minuta përpara se të përfundoj ndeshja, ndërkohë që janë shtuar edhe 5 minuta nga gjyqtari kryesor. Tani ka filluar koha shtesë, pra janë 5 minuta të akorduar nga gjyqtari kryesor Enis Dishani, dhe skuadra e Beslidjes udhëheq me rezultatin 2-0 me golat realizuar në minutën e 20 nga Gurbanov dhe minutën e 65 nga Jesmin Raboshta, i cili ka realizuar një gol mjaft të bukur me rrëfishat brenda zonës pasi topi të artë të kryesuar të ardhur nga Krahujdia, nga Kruja, i zakonshëm Kruja, që ka një përdorim do të thoja ekselent të topit në fush. Onana, gjithë një Onana, ka shprangur 2 lojtar. Nuk e di se përse është kjo fishëllim Bylbyli, por gjithsesi sa duket ka dal topi jashtë vijave kufizuese.
Jeshtë rritur nervi i lojës, janë rritur temperamenti i lojës, nervat e lojtarëve. Por akoma ka minuta që do të luhen dhe deri në fund duhen të paktën edhe 3-4 minuta për të luajtur. Ka ovacione nga tifozëria e skuadrës së Beslidhjes, me të drejtë ata jemi në minutën e 4 shtesë, pra ka përfunduar koha rregullt, po luhet minuta e 4 shtesë në Niko Dovana në ndeshjen finale të kategorisë së dytë midis Beslidhjes dhe Orikut. Onana, gjithnjë Onana ka marrë të mjaft të bukur dhe kur topi moment shumë i pasur për të trefishuar rezultatin dhe për të mbyllur, do të thoja, ndeshjen, edhe pse por Onana bëri gjithçka mirë me topin derisa ju drejtua zonës së 16 metrëshit. Aty ka gjujtur lehtë, por topi nuk është bindur si duhet dhe ka përfunduar ngjitur me shtyllën pingule të krahut të djathtë të portierit të skuadrës së Orikut. Një top nga krahu i majtë i sulmit dhe sipas kohës dhe kronometrit ton ka përfunduar dhe 5 minutë që i kohës shtesë, por gjithsesi kjo është kompetencë e gjyqtarit kryesor Enis Dishani, i cili duhet thënë se e ka drejtuar këtë ndeshje me mjaft kompetencë dhe nuk ka lënë asnjë mundësi kontestimi, do të thoja, nga asnjëra prej skuadrave dhe pra ka qenë një arbitrim i ndeshjes mjaft korrekt. Ka një gjujtje të fortë, por molla nuk lejon që të preket rrjeta. Është minuta e fundit, do të thoja, shtesë dhe përsëri molla bën herojnë. Molla nuk lejon të preket porta lezjane. Gardiani i portës lezjane është i pathyeshëm. Pra, grinda sportive e këtij portieri është për të admiruar. Pra, nuk lejon që porta e tij të thyhet dhe ka fishëllima e gjyqtarit kryesor të takimit Enis Dishani është shoqëruar me ovacione të jashtëzakonshme të tifozërisë së shumë lezjane në shkallët e stadiumit, në tribunën anësore të stadiumit, por edhe nga tribuna qendrore, ndërkohë që ka gëzim të papërshkruar dhe përqafime të skuadrës së Beslidhjes dhe njëkohësisht duhet vlerësuar edhe qëndrimi i lojtarëve të skuadrës së Orikut dhe nga shkallët e stadiumit Niko Dovana japim fund transmetimit. Do të rilidhemi përsëri në intervistat dhe do zbresim në fushën e blet. Deri atëherë nga unë Martin Dedaj dhe kolegu im Agustin Cini, miru dëgjofshim dhe miru takofshim në transmetimin tjetër.